posti i presidentit të ardhshëm të vendit, mbetet pengesa kryesore që po bllokon arritjen e një marrëveshjeje politike ndërmjet vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike, hap ky që mund të shpjerë drejt konstituimit të institucioneve të reja. Pas takimit të radhës me kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti deklaroi se ende nuk ka marrëveshje politike, duke theksuar se ekziston, siç tha ai, një dallim drastik mes rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të LDK-s. Kurti tha se lëvizja vetëvendosje ka vullnet për të qeverisur me LDK-n, por vetëm në përputhje me balancën e dalë nga zgjedhjet. Sipas tij, kërkesa që LDK-ja të propozoj presidentin nuk reflekton peshën e saj zgjedhore. Kemi 53% të shumicës shqiptare në vendin tonë, dhe kjo do të ishte pra dhe më lartë, sikur të mos ishin ulëset e rezervuara. Ndërka që në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës ka 18 deputet. Tash ne duhet ta reflektojmë në marrëveshje politike këtë raport të cilin e kemi të ulëseve në Kuvendin e Republikës, sepse ajo është rezultati drejt për drejt i vullnetit i votave të qytetarëve në zgjedhjet e lira dhe demokratike. Ai paralajmëroi se pa një marrëveshje paraprake për zgjedhjen e kreut të shtetit, vendi rrezikon të përballet sërish me bllokadë institucionale dhe në fund me zgjedhje të reja parlamentare. Në anën tjetër, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se palët janë shumë larg një marrëveshje dhe se nuk sheh arsye për vonimin e konstituimit të kuvendit, duke theksuar se përgjegjësia i takon partisë së parë. Abdigjiku e bëri të qartë se pika kryesore e mosmarrveshjes mbetet pikrisht posti i presidentit. Ai tha se LDK-ja kërkon që kandidati për president të propozohet nga kjo parti, ndërsa emri të dakordohet me partnerin e koalicionit. Pozicionimi ose oferta dhjetorit, cilën tashmë e keni qartë, që LDK-ja të merr vetëm jo kryetarin e kuvendit, po zëvendës kryeministrin dhe disa ministri, nuk qëndron, nuk është e mjaftueshme, nuk është e dinjiteshme as për të zgjidhje për krizën për cilën jemi tani. Prandaj s'mund ta trajtojmë me seriozitet, s'mund ta pranojmë si të tillë, nëse doni LDK-n në qeverisje në institucione, atë LDK duhet të jetë e përfaqësuar. Sipas Abdigjikut, oferta e mëhershme e lëvizjes vetëvendosje për ndarjen e posteve qeveritare nuk është e mjaftueshme për një marrëveshje të qëndrueshme, duke insistuar se balanca institucionale nuk mund të arrihet pa marrëveshje për presidentin. Ai shtoi se nëse nuk ka lëvizje në këtë çështje, LDK-ja nuk sheh arsye për vazhdimin e bisedimeve, ndërsa paralajmëroi se tejkalimi i afateve kushtetuese mund ta çojë vendin në zgjedhje të reja.